sigurimin e trak e regjistrimeve të qëndrueshme të referimeve proaktive dhe cilësore të prokuroria nga institucionet shtetërore në veçanti të SPAK. Detyrohen pra, jo të fshehin, jo të mos i pranojnë, por përkundrazi të dorëzojnë çdo dokument. Dhe, normal, që është normal, SPAK-u shpallet si destinacion kryesor i referimeve në standardin, pra janë detyruar të çojnë në SPAK dokumentat, gjërat të dhënat, për të zbatuar standardin e kërkuar nga KOERA, nga Bashkimi Evropian. Standard tjetër, zbatimi vendimeve gjyqësore. Në shkurt, thuhet, zbaton vendimet gjyqësore efektivisht, dëgjoni çfarë. E kuptoni ju? Zbaton vendimet gjyqësore efektivisht qeveria e Tiranës. Absolutisht kurrë vërtet. Çfarë thuhet? Zbatim efektiv dhe i menjëhershëm i vendimeve finale, duke njohur të drejtë e pronësisë së pronarit të mëparshëm, duke dhënë fund situatave të gjata të mospërmbajtjes, mos zbatimit vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriu. Kërkon mjetis biznesit të qëndrueshëm me konkurrencë të ndershme. Nuk është të ndërtejë. Po si është konkurrencë e ndershme kur lindat e akshit të marrin peng? Çfarë konkurrencë e ndershme është kjo? Çfarë konkurrencë e ndershme është kur ke përjashtuar nga tenderat çdo ofertues të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Tani, ju lutem qytetarë dhe qytetare, gjykojeni vetë se çfarë përfaqëson censura e censurimi i këtij raporti nga Edi Rama me mafjen e tij, është një krim madhor shtetëror.